Stacioni autobuseve në Shkup. Здраво. 3 карти за гостивар от 4.15. Në deskun e zbrazur për bileta, ekipi 360 gradë bleu bilet për linjën e rregullt të Durrëmoturs, Shkup Gostivar në orën 16:15 minuta. Në autobus hipën vetëm 6 persona. Autobusi u nis në kohë. Duke vozitur nëpër rrugët e Shkupit, shikimet e këlimtarëve ishin të dukshëm drejt autobusit të kuq me mbishkrimin Durrëmoturs. 3 udhëtar të tjerë hipën në stacionin e parë tek Katedralja. Autobusi vazhdoi drejt stacionit të arshëm. Askush nuk ishte atje. Ishte fotografia e njëjtë edhe në stacione tjera gjatë rrugës që, sipas dëshmive, zakonisht hipin shumë pasagerë. Autobusi vazhdoi udhëtimin në heshje, pothuajse bosh. Reagimi vetëm i udhëtarëve ishte kur kaluan vendin e aksidentit në afërsi të fshatit Llazkarc. Në autostradë, automjetet ndalonin, njerëzit dilnin nga vetura për të parë vendin ku shumë jetë u shuan. Disa me telefonat e tyre celular bën fotografi. Duke kaluar Tetovën, autobusi vazhdoi drejt Gostivarit. Heshtja vazhdoi, e cila mbretëroi gjatë gjithë udhëtimit. Në stacionin e fundit, pasagerët zbritën nga autobusi për vetëm pak sekonda.